Për herë të parë, BMW do të përdorë robot humanoid për prodhimin e makinave në Evropë. 2 robot të prodhuar nga Hexacon Robotics pritet të punojnë në prodhim që këtë verë. Aktualisht, ata janë në fazën e testimit në fabrikën e Leipzigut. Krahët robotik dhe automatizimi janë përdorur nga industria e makinave prej dekadash, por robotët humanoid po shihen si versione të mira për shkak të madhësisë që arrin sa njeriu dhe aftësive. Kosto e atyre ka rënë, ndërsa riorganizimi i zinxhirit të montimit mbetet i shtrenjtë. I quajtur Aeon, roboti i Hexagonit ka përmasa njeriu dhe është 165 cm i gjatë, ndërsa peshon 60 kg. Ai ka një shpejtësi maksimale prej 2.4 m/sekond dhe mund të mbajë peshë 15 kg për periudha të shkurtra ose 8 kg në mënyrë të vazhdueshme. Aeon është i pajisur me 21 sensor duke përfshirë kamera, radar, mikrofon. Robotit, në simulimin që u përdor për të trajnuar Aeon, i ishte dhënë një detyrë dhe e simulonte atë përsëri e përsëri për të identifikuar zgjidhjet, qasje e quajtur mësim përforcues. Teleoperacioni përdorej për detyra si të kapurit e një pjese në mënyrë që roboti fizik të mësonte gamën e mënyrave të ndryshme si njeriu. Roboti mëson si të kryej një detyrë duke parë se si bëhet ajo, qoftë duke përdorur video nga kënde të ndryshme apo sensor lëvizjeje mbi njeriun. Punët e robotëve në BMW do të jenë të çojnë pjesët e prodhimit si dhe të montojnë bateritë. Megjithëse robotët janë shumë funksional, ata nuk pritet të ndryshojnë shpesh detyrat e tyre.